Aleksandra ishte shtrirë në tavolinën e operacionit e rrethuar nga më shumë mjek dhe infermier se sa kishte parë ndonjëherë në një dhomë. Ajri ishte i dendur nga pritshmëria, të gjithë dukeshin se mbanin frymën. Ajo shtrëngonte fort dorën e partnerit të saj, Antoni. Të dy e dinin se ishin gati të fillonin një kapitull jete që nuk mund ta kishin parashikuar kurrë. Por derisa operacioni me prerje cezariane po i afroi fundit, një val e papritur shoku përfshiu dhomën. Përpëlitjet u dëgjuan ndërsa mjekët dhe infermierët ngrin, të shtangur nga ajo që sapo ishte zbuluar. Ky nuk ishte vetëm një lindje, ishte histori. Aleksandra Kinova dhe partneri i saj Antoni Krosen jetonin në një qytet të qetë të quajtur Milovic, pak jashtë Pragës në Republikën Çeke. Ata tashmë kishin një djalë të vogël të cilin e adhuronin. Të qenit prindër u kishte sjell aq shumë gëzim. Fundjavët shpesh i kalonin duke planifikuar shëtitje argëtuese ose aktivitete të thjeshta për të bërë djalin e tyre të qesh. Nuk u desh shumë kohë para se ideja për të rritur familjen e tyre të ndjehi si hap tjetër i duhur. Djali i tyre ishte një natyrë e gëzuar miqësore dhe bënte miq të rinj kudo që shkonte. Aleksandra dhe Antonio shpesh flisnin se sa mirë do të ishte për të kishte një vëlla ose motër, një shoqërues të ngushtë për të rritur. Tani që po bëhej pak më i madh, ata ndjenin se ishte koha e përkryer për të provuar për një fëmijë tjetër. Pas disa muajsh përpjekjesh, ata më në fund morën lajmin që kishin shpresuar. Aleksandra ishte shtatzën. Ata pritën deri në javën e 12 për të parë lajmin e madh me djalin e tyre. Ai do të bëhej vëlla i madh. Ai ishte emocionuar, por kishte diçka të rëndësishme që ata nuk i kishin thënë ende. Në ekon e javës së 12, mjekët përmendën diçka të papritur. Dukej sikur Aleksandra mund të ishte duke mbajtur më shumë se një foshnjë, por pozicionimi i fetuseve e bënte të vështirë të ishin të sigurt. Mjekët nuk ishin gati të konfirmonin se sa foshnjë ishin aty. Aleksandra dhe Antonio u përgatitën në heshtje për idenë e binjakëve. Ata vendosën të mos i tregonin askujt tjetër derisa të kishin përgjigje më të qarta. Binjakët kishin ndodhur në të dyja familjet e tyre, kështu që nuk kishte diçka të papritur. Mendimi i bëri ata të buzëqeshnin. Ata imagjinonin dy fishin e të qeshurave, dy fishin e përgdheljeve dhe mezi prisnin të takonin të vegjlit që po riteshin brenda saj. Para se të vonoj, barku e Aleksandrës ishte rritur aq shumë sa që njerëzit nuk mund të mos komentonin. Miq dhe madje edhe të panjohurit bënin shaka se dukej sikur ajo mund të ishte duke mbajtur më shumë se një foshnjë. Përfundimisht, komentet u bën aq të shpeshta sa që Aleksandra dhe Antonio vendosën se ishte koha t'i lejonin njerëzit të dinin të vërtetën. Ata prisnin binjak, për shkak të kësaj Aleksandra duhej të shkonte për më shumë kontrolle se zakonisht. Mjekët tani ishin 99% të sigurt se ishin binjak dhe gjithçka po shkonte siç pritej. Disa ditë ishin më të vështira se të tjerat, por Aleksandra nuk e kishte problem. Ajo ishte thjesht mirënjohëse që të dy foshnjat dukeshin se po shkonin mirë, por pastaj gjithçka ndryshoi. Në një skanim rutinë mjekët pan diçka befasuese. Me foshnjë që rriteshin dhe lëviznin, tani dukej sikur Aleksandra mund të ishte duke mbajtur në të vërtetë 4 çifti mbeti i shtangur. Çdo skanim dukej se sillte më shumë surpriza. Edhe njëherë, për shkak të mënyrës se si ishin pozicionuar foshnjat, mjekët nuk mund të jepnin një përgjigje të qartë se sa ishin aty në të vërtetë. Aleksandra dhe Antonio mbetën duke hamendësuar e duke u pyetur se sa e madhe do të bëjë familja e tyre. Me mundësinë e 3 apo edhe 4 foshnjeve, mjekët i kërkuan Aleksandrës të merrte gjërat me qetësi. Ajo ishte e re dhe përgjithsisht e shëndetshme, por mbajtja aq shumë foshnjave vinte me rreziqe serioze. Ajo që kishte filluar si lajm i lumtur, tani ishte bërë një përzierje eksitimi dhe frike. Ata nuk po prisnin më vetëm të rrisnin familjen e tyre, ata ishin të shqetësuar për lindjen e parakoshme dhe problemet e mundshme shëndetësore. Aleksandra kaloi pjesën e fundit të shtatzanisë së saj duke u pushuar sa më shumë që mundej, duke shpresuar t'u jepte foshnjave shansin më të mirë për të lindur të shëndetshme. Në skanimin e fundit para lindjes, mjekët ndanë një lajm të madh. Për të mbajtur të sigurt si Aleksandrën, ashtu edhe Antonion dhe foshnjat, ata rekomanduan një prerje cezariane. Por kjo nuk ishte e gjitha. Ekipi mjekësor i uli dhe shpjegoi atë që sapo kishin parë në skanim. Lajmi që i la Aleksandrën dhe burrin e saj plotësisht të shtangur, fillimisht ata menduan se ishte një foshnjë, pastaj 2, pastaj 4. Tani mjekët besonin se mund të kishte edhe më shumë. Ata ende nuk mund të jepnin një numër të saktë.
Gjithçka ishte aq e ngjeshur saqë nuk do të ishte qartë deri në lindje. Ishte një nivel krejt i ri pa sigurie dhe të gjithë Aleksandra, Antonio dhe i gjithë ekipi mjekësor e gjetën veten duke pritur me ankth ditën e madhe për të zbuluar më në fund të vërtetën. Çifti u kthye në shtëpi me lajmin e pabesueshëm se ata mund të ishin duke mirëpritur 4 ose edhe më shumë foshnja. Ishte një moment i gëzueshëm, por erdhi gjithashtu me një val pyetjesh. Si supozoi të përgatitishin për një familje kaq të madhe menjëherë? Më herët në Shtatzani, ata kishin filluar të punonin në çerdhe, duke rregulluar atë për binjak. Por me kalimin e kohës, ata bën disa ndryshime për të përshtatur më shumë të vegjëlit, duke menduar se kjo do të ishte e mjaftueshme. Tani, megjithatë, ata duhej të kuptonin se si të përshtatnin edhe më shumë krevate fëmijësh dhe pajisje foshnjësh në shtëpinë e tyre, një detyrë që ndjehej si emocionuese ashtu edhe paksa dërmuese. Për fat të mirë, miqtë dhe familja e tyre ndërhyn menjëherë. Sapo njerëzit dëgjuan se ishin në rrugës më shumë foshnja, ata ofruan ndihmë në çdo mënyrë të mundshme. Me të gjithë që ndihmuan, çifti arriti të rregullonte shtëpinë e tyre aq sa duhej për të përshtatur të gjitha shtesat e reja. Aleksandra dhe burri i saj ishin thellësisht mirënjohës për mbështetjen. Ishte një përshtatje e ngushtë, por ata tani kishin hapësirë për çdo foshnjë, sado që të dilte numri. Ata morën frymë thellë dhe u përgatitën për atë që ishte e sigurt se do të ishte një udhëtim i egër dhe i paharrueshëm. Një gjë ende qëndronte në mendjet e tyre, djali i tyre. Ai kishte qenë i emocionuar kur ndëgjoi për herë të parë se do të kishte vëllezër dhe motra binjake, por tani me kaq shumë foshnja në rrugë, Aleksandra dhe Antonio nuk ishin të sigurt se si do të ndjehej ai. A do të ndjehej i lënë jashtë? Ata e ulën dhe i shpjeguan butësisht se ai do të merrte më shumë se vetëm 2 vëllezër e motra. Ata i kujtuan se kjo do të thoshte më shumë vëllezër ose motra për të luajtur, qeshur dhe dashuruar. Ata i përmendën se edhe nëse gjërat bëheshin paksa të zhurmshme ose të zëna, shtëpia e tyre do të ishte ende plot gëzim dhe se dashuria e tyre për të nuk do të ndryshonte kurrë. Për lehtësimin e tyre, eksitimi i djalit të tyre filloi shpejt të shfaqej. Çdo shqetësim që kishin filloi të zbehej. Ai u hodh në përgatitjet e foshnjave, duke ofruar ide për lodrat që mund të pëlqenin foshnjave dhe madje duke ndihmuar me dekorimet e çerdhes. Pa ju kërkuar, ai tha se do të ndante disa nga lodrat e tij. Ditë pas dite, ai fliste gjithnjë më shumë për të qenë një vëllai i madh, jo vetëm për 1 ose 2, por për një ekuipazh të tërë vëllezërish e motrash të reja. Meqense kishte kaq shumë foshnja, mjekët nuk kishin mundur të tregonin gjininë e secilës, gjë që shtoi një shtresë tjetër surprize në ditën e madhe. Aleksandra dhe Antonio nuk e kishin problem. Mosdia thjesht e bënte atë më emocionuese. Shpresat e tyre kryesore ishin që të gjithë foshnjat të ishin të shëndetshme. Djali i tyre megjithatë kishte një dëshirë të vogël të tijen. Ai shpresonte për një përzierje vëllezërisht e motrash, gjë që i bëri Aleksandrën dhe Antonion të buzëqeshnin. Për shkak të numrit të foshnjave, mjekët nuk menduan se do të ishte e sigurt të përpiqeshin për një lindje natyrale, por ata gjithashtu nuk donin të caktonin prerjen cezariane shumë herët. Plani ishte të prisnin sa më afër datës së lindjes që të mundeshin. Tani, të gjithë duhej vetëm të shpresonin që foshnjat të qëndronin aty deri atëherë. Por siç ndodh shpesh, natyra kishte kohën e saj. Antonio ende duhej të shkonte në punë si zakonisht. Me një fëmijë të vogël tashmë në shtëpi dhe më shumë në rrugë, ai duhet të vazhdonte të siguronte familjen. Për fat të mirë, Aleksandra kishte shumë ndihmë nga të dashurit dhe gjithmonë kishte dikush që ta shikonte djalin e tyre nëse ajo kishte nevojë për pushim. Ndërsa data e saj e lindjes afrohej, ata bënin një plan. Kur të ishte koha, Aleksandra do të shkonte në spital me prindërit e tyre dhe Antonio do t'i takonte atje. Por planet nuk shkojnë gjithmonë siç priten. Një mëngjes, Antonio u largua për në punë ashtu si çdo ditë tjetër derisa mori një telefonat nga Alessandra. Ajo kishte kontraktimet e para dhe ishte e sigurt se ishte koha, kështu që ajo po shkonte në spital. Ajo donte të arrinte atje mjaft herët që mjekët të përgatiteshin për prerjen cezariane. Prindërit e saj po shkonin me të dhe Antonio tha se do të përfundonte shpejt dhe do të bashkohej sa më shpejt që të ishte e mundur. Ai premtoi se nuk do të humbiste lindjen për asgjë, por ai nuk priste që treni të vonohej. Antonio u largua me shpejtësi nga puna dhe shkoi drejt stacionit të trenit, duke menduar se kishte ende kohë për të arritur. Por kur mbriti, zemra i ra, ekrani mbi platformë tregonte se treni i tij ishte vonuar. Minut pas minute, vonesa u zgjat edhe më shumë. Shqetësimi i Antonio u rit me çdo
përditësim. Ai thjesht donte të ishte pranë Aleksandrës, ta mbështeste, ta takonte me foshnjat e tij, të mbante premtimin e tij, dhe tani ai kishte frikë se mos i humbiste të gjitha. Kur treni më në fund mbriti, Antonio kaloi gjithë udhëtimin duke mbajtur lotët. Ai ishte i tmerruar se nuk do të arrinte në kohë. Në momentin që treni ndaloi, ai vrapoi nëpër sallat e spitalit. Zemra i rrihte gati të ndëgjonte se kishte humbur gjithçka. Por për lehtësimin e tij të madh kishte pasur një vonesë të vogël dhe Aleksandra ishte pikërisht gati të dërgohej në sallën e operacionit. Infermierët lëviznin shpejt, duke ndihmuar atë të vishte mantelin, pantallonat dhe kapelën që i duhej të vishte. Brenda pak çastesh, ai më në fund u lejua të hynte për të parë Aleksandrën. Sapo Aleksandra vuri re Antonion, e gjithë fytyra e saj u ndriçua me një buzëqeshje të madhe. Ajo kishte pasur aq shumë frikë se ai nuk do të arrinte. Mendimi i lindjes së të gjitha atyre foshnjave, pa të e kishte rënduar shumë. Mjekët dhe infermierët ishin të sjellshëm dhe profesionistë, por ata nuk kishin një zavendësues për të pasur partnerin e saj aty pranë saj. Brenda sallës së operacionit ata ishin të rrethuar nga më shumë staf mjekësor se sa kishin parë ndonjëherë në një vend, por çuditërisht kjo i bëri ata të ndiheshin më të qetë. Ata mund të kuptonin se ekipi ishte gati për çdo gjë dhe se foshnjat e tyre ishin e duart më të mira. Gjithçka po ndodhte shpejt, por Aleksandra ndihej më e qetë sa kishte qenë në javë. Ajo kapi dorën e Antonio dhe i buzëqeshi. Jeta ishte gati të ndryshonte në një mënyrë masive. Nuk do të ishte gjithmonë e lehtë, por ata kishin njëri tjetrin dhe ata e dinin se së bashku do të mbushnin shtëpinë e tyre me dashuri, gëzim dhe të qeshura pa marrë parasysh se çfarë sfidash do të vinin. Ndërsa anestezia filloi të bënte efekt, ekipi mjekësor u përgatit për të filluar procedurën. Dhoma ishte plot tension. Të gjithë ishin të hetur për të zbuluar se sa foshnja do të lindin. Askush nuk priste që momenti i ardhshëm të bënte histori. Operacioni shkoi pa probleme gjatë lindjes. Gjithçka ndodhi pikërisht siç kishin shpresuar mjekët. Aleksandra dhe Antonio nuk mund të kishin kërkuar një rezultat më të mirë, por ndërsa gjërat filluan të qetësoheshin, një heshtje e çuditshme u përhap në përdhom. Zemrat e çiftit ranë. Ata pa një mjek të përkulej dhe t'i pëshpëristi diçka një infermiere dhe duart e Aleksandrës filluan të dridheshin. Pikërisht kur paniku filloi të ngrihej, një brit me emocionuar shpërtheu në përdhom. Antonio dhe Aleksandra shikuan rreth e qark dhomës dhe pan vetëm buzëqeshje të mëdha. Mjekët dhe infermierët shpërthyen në brohoritje dhe duartrokitje. Një infermiere erdhi dhe shpjegoi se çfarë sapo kishte ndodhur. Ata kishin lindur kujtesat e para të konceptuara natyralisht në Republikën Çeke. Çifti mbeti i shtangur, jo vetëm që ata tani kishin 5 foshnja, por ata kishin bërë edhe histori pa e pasur qëllim. Të kesh 5 foshnja menjëherë është e rrallë dhe zakonisht ndodh me ndihmën e IVF-s, fertilizimit in vitro. Por Aleksandra dhe Antonio i kishin konceptuar të 5 natyralisht. Gjasa që kjo të ndodhte ishte tepër e ulët. Për shkak të lindjes me rrezik të lartë, Aleksandra dhe 5 të porsalindurit u zhvendosën në kujdes intensiv vetëm për të qenë të sigurt. Për fat të mirë, mjekët ishin vërtet të kënaqur me mënyrën se si po shkonin gjërat. Dhe vetëm disa ditë më vonë, çifti mori lajmin më të mirë deri më tani. Ekipi mjekësor u tha atyre se kishte një shans 95% që të gjitha 5 foshnjat të rriteshin të shëndetshme. Aleksandra dhe Antonio ishin për te i lehtësimit dhe jashtëzakonisht të lumtur për të filluar këtë kapitull krejt të ri si një familje prej 8 antarësh. Djali i tyre i vogël nuk mund të besonte gjithashtu. Ai tani kishte 5 vëllezër e motra dhe ishte tashmë i jetur për të mësuar se si t'i mbante ato siç duhet. Për ta bërë atë të ndihej më i përfshirë, Aleksandra dhe Antonio e pyetën nëse ai dëshironte të ndihmonte në emërtimin e foshnjave. 4 djem dhe një vajzë. Ai u ndriçua me eksitim dhe shpejt filloi të sugjeronte emra. Në fund familja zgjodhi Daniel, Michel, Alex dhe Martin për djemt dhe Teresa për vajzën e tyre të vogël. Disa javë të ardhshme kishin të bënin vetëm me vendosjen në normalitetin e tyre të ri. Historia e tyre u bë kryefjalë në të gjithë vendin, por ata qëndruan të përqendruar duke zgjedhur të përqendroheshin në ato momente të hershme që do të shndruheshin në kujtime të qëndrueshme. Koha e banjës dhe oraret e të ushqyerit ishin tani një botë krejt e re, por ata u përshtatën, qeshën përmes kaosit dhe mësuan ndërsa shkonin. Ajo që filloi si një plan për një fëmijë tjetër ishte kthyer në 5 jetë të reja. Aleksandra dhe Antonio e përqafuan surprizën dhe gjithë gëzim, por
Të dy ranë dakord se familja e tyre ishte tani e plot. Historia e Aleksandrës dhe Antonios është një dëshmi e fuqishme e mrekullive të rralla të jetës dhe e elasticitetit të shpirtit njerëzor. Linja natyrale e kuintesave ishte një ngjarje kaq e jashtëzakonshme sa që u bë një lajm kombëtar. Tani ju pyesim juve, a mund të imagjinoni veten duke u thënë se po keni kuintes? Çfarë do të bënit në atë moment kur kuptoni se po bëhet një familje prej 8 antarësh brenda sekondesh? Na lini mendimet tuaja në komente më poshtë.